Megjithëse është koha për pushime që zhërmica i drejtojnë Bregdetit, pensionistët e Gjorisës në Bulqisë mblidhen në lokalin e fshatit dhe kalojnë kohën duke lozur domino. Pushimet në det për ta janë një ëndër e paralizueshme nga pamundësia ekonomike. Pensionistët thonë se me aq pension sa marrin mund të pinë vetëm një kafe në fshat dhe jo të shkojnë me pushime. Sipas tyre, paratë nga pensioni nuk mjaftojnë as për ilaçe apo për të përballuar vizitat shëndetësore që kryhen rregullisht në Tiranë. Duke qenë se pjesa më e madhe e pensionistëve kanë punuar në galeritë e Koromit në Bulqizë, ato vazhdojnë të qëndrojnë idesë që vetëm statusi minatorit do t'ju jepte atyre një pension dinjitoz, por ky status ka mbetur vetëm me premtime fushatash elektorale. Po në Bregdet nuk na del vjesapi, pensionet janë tuta, ne nuk kalojmë këtu, jetë shkem në Bregdet, mbajmë kalamajt me bukë. Ja. Sa do të ndërë parë, më shkenë? Ai pa, 2.7% po. O të kështë po 2, o të kështë po 3. Që e 2.7, që dalim që du në gjedër, kalem një 2 sahat që tu, me shok. Po në duke që kemi lek me shku, pensioni është në zero, ka maru, ka mërdhap ki vend. Me thanë zero, ne kemi ngetë të damina, imi smon, da ka thamë këtu në spital, nuk kemi finansë nuk ka spitalet, se nuk ka dalin parë që pensionisa. Disa e ka thanë, David Satusi, e lakomu e dinama, votat e para, mandatin e parë, i përmëtej këtë poplit dapë Satusi minatove, dhe shpërblej shpërgjikit politik, dhe bëtë 350.000 vete pune, dhe këtë i lakë që për pare, shëtën si falas. Kusonë me groti me këkate jetë në hospitave Tiranës, për nuk dha lik, nuk ke asë zgjidhje. Rruga si me vetë nga veparja. Qeveria nuk do të adin fare. Në thelb, rrëfimi i pensionistëve të Gjorisës është pasqyra një realiteti të hidhur ku pleqëria nuk përkon me pushimin, por me luftën për mbijetesë. Përsa kohë që premtimet politike për status minatori mbeten vetëm fjalë boshe në fushata elektorale, këta pensionistë vazhdojnë të jetojnë të harruar pavarësisht kontributit që e kanë dhuruar vite me radhë galerive të vendit.